Tani, loja është kjo. Ti je producent dhe je producent për i vërteti, jo edhe thjesht në lojë. Po loja është që ke buxhet të palimituar. Sa të duash ti. Sigur. Okej. Buxhet të palimituar. Mirë, jam pëlqen fantazit. Atëherë. Me cilin aktor do të bëje film, aktor shqiptar po themi, nëse do kishe një buxhet pak kufizuar, cilin do të zgjidhje? Që e ka çik të shtrenjtë pazar. Ti do shkoj të zgjidhje gjithë kastin, e kuptoj, po të parin, atë që do doje të shkoj. I pari që më vjen në mendje është Çim Xheva. Okej. I pari që më vjen në mendje është Çim Xheva sepse është personazh. Pyetja e radhës. Një remake i një filmi të njohur shqiptar që ti do doje ta ribëje. Kapedani. Kapedani. Bukur. Kapedani e bën e restauruan, po se ç'na i dolën një çika të ngjitset e mos na faqe. Shikoj, disa e vështirë është restaurosh një film. E kemi pasur dikot ftuar këtu në studio dhe na ka sqaruar çdo etapë. Është jashtëzakonshme. Është që mund edhe një lodhje pa parë. Ama nuk duhet i humbasim këto produksione që i kemi, se jemi me fat që kemi enda. Po restauron, unë e di që po restauron, kështu që. Si mendon që është filmi që më njëherë duhet të restaurohet nga filmat e vjetër shqiptar? Po koncert në vitin 36, nuk e di është restauruar apo jo. Jo, deri më tani nuk ka. Është një me ngjyra është ai, mos gaboj. Është po sidoqë që tjetër restaurimi është përshtatje e filmit nga film në digital, kështu që aty mbërrin. Vjola? Një histori që ende nuk është bërë film, por duhet. Do ta bëje ti. Pra një true story që Ali Pashte Pelena. Okej. Po pse nuk është bërë ndonjëherë film? Kurioze do isha si do portretizohet teatri ndoshta Ali Pashte Pelena është një personazh i jashtëzakonshëm, kur flasim i jashtëzakonshëm, mund të flisnim shumë gjatë. Është një qenie e papërsëritshme. Si qenie, si mendje, si qasje për kohën, si kushdo që e njeh historinë e tij dhe që ka studiuar për të, e kupton sepse pak e njohin historinë e tij, prandaj po flas kështu. Dhe un jam tek ta që e njoh pak, prandaj po do dëgjoj kështu. Është duhet it's a must. Duhet patjetër që të mundësisht lexosh romanin e Sabri Godës për të, po me pakta. Po të njohësh edhe personazhin, studiosh për të, është jashtëzakonshëm. Nuk është asgjë nuk është kot atje ku është dhe askush nuk është kot aty ku është. Okej. Një njeri që ka pasur letër këmbim me Napoleon Bonaparte. Një njeri i cili Lord Baroni i ka vajtur atje, një njeri që nuk më kujtojnë gjëra të pafundta që. Ose do ta bëje një film për Hitlerin? Po janë bërë filma për Hitlerin. Jo, po them Olsia do ta bënte. Nëse nuk është një, domethënë është më vjen shumë e huaj kjo si pyetje dhe si përgjigje. Po Enver Hoxhën. Po, për Enver Hoxhën, po, patjetër, për domethënë ajo që i mungon Shqipërisë është trajtimi i historisë vet, qoftë fiksional, qoftë dokumentar, qoftë na mungon. Njerëzit nuk e njohin historinë tonë dhe një nga arsyet pse nuk e njohin historinë tonë është sepse nuk është prodhuar content filmik për historinë tonë. Dhe ajo është një lloj revolte, jo, është mungesë respekti për veten. Po ndërkohë nga ana tjetër duket se turistët që vinë në Shqipëri, një nga pikat thelbësore që duan të njohin është historia e Shqipërisë në komunizëm. Kështu që mbase edhe në kinematografi dhe në art do duhet ta shfrytëzojmë sa më shumë edhe më tepër. Po, e di kush është se ne na duket na shkthy komunizmi si një moment kështu afrodiziak që kthehemi dhe shohim një histori që na më falni për shprehjen na ngref na po. Si është ajo historia. Por që historia e Shqipërisë është e jashtëzakonshme gjatë periudhës së pavarësisë. Historia e Shqipërisë është e jashtëzakonshme gjatë viteve 1920. Historia e Shqipërisë është e jashtëzakonshme kur mbreti kur zogu vendosi të bëhej mbret. Historia e Shqipërisë madje është e jashtëzakonshme kur Lefnosi që themeloi postën shqiptare, vendosi që disa pulla postare t'i bëj në pak numra sepse e ka ditur që këto pulla postare do merrnin shumë vlerë në të ardhmen. Ka bishta, xhepa dhe histori brenda historisë shqiptare që janë të jashtëzakonshme, por që ky popull nuk i di. Çuna do ta shtym edhe një 40 minuta të tjera. Pyetja e fundit. Një vend në Shqipëri ku do të xhiroje gjithmonë. Pra vendi që tys me syrin e regjisorit të pëlqen. Ja, këtu pastaj syri producentit më shumë se regjisorit. I producentit, okay.
kam një domethënë kur jepesh diçka e pa e kuptuar pse po jepesh, kjo për mua janë malet. Dhe unë do xhiroja histori malesh dhe do e xhiroja me shumë qejf. Pra të qenurit në mes të lëndinave, shkëmbinjve, pllajave, bjeshkëve, borës, lumenjve, liçeneve akullnajore për mua është një emocion që unë ja dhuroj vetes her pas here. Tani unë nuk e di nëse do jetë ky produksion i radhës, pra në këtë natyrë që Oli si përshkroi, po që do jenë këto pushimet e radhës të kuptova. Në fakt unë kuptova që nuk është se kam unë vetë ndonjë problem me dorë, po thjesht s'kisha takuar shpesh peshoret e tjera. Unë që ngam në rregull. Ols, ishte shumë kënaqësi që të patëm këtu në Kinotekën e Sol.